Nektari Gjumas. Prezanton Fondacioni Kur'anit. Gjumaja, dita më e bukur e javës. Gjumaja, simboli unitetit të muslimanëve. Gjumaja, koha e të shkuarit më pranë Allahut. Gjumaja, lulishte me lule të shumta e të ndryshme, me të cilat zbukurohet shpirti. Eja një çdo të gjuma të shëtisim me kopshtin e mbushur me dije dhe të mbledhim bashkë nektarin e luleve të saj e të kënaqemi me to. Çdo ditë të gjuma jemi me ju nëpërmjet emisionit Nektari Gjumas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad wa ala ahlihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami'i al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmet më shpëlotet. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e Madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Përshëndetjen e paqes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju. Të gëzosh zemrën e një të varfri, dhe të thotë të lehtësosh barrën e tij, të rikthesh atij dinjitetin dhe t'i japësh shpresë, aty u ka pasur dëshpërim. Kjo vepër prek jo vetëm jetën e atij që merr ndihmë, por edhe zemrën e atij që jep, duke e pastruar nga egoizmi, kopratësia dhe ashpërsia shpirtërore. Transmetohet nga Imam Bakr paqja qoftë mbi të, i cili ka thënë: Allahu i do më shumë ata që i gëzojnë zemrat e besimtarëve, duke u larguar varfërinë dhe nevojën. Ky hadith na zbulon një nga veprat më të dashura tek Allahu, pra të sjellësh gëzim në zemrën e një njeriu që është në nevojë. Në këtë mësim të thellë, ndihma ndaj të varfrit nuk paraqitet thjesht si një bamirësi dhe aq, por si një rrugë drejt drejt dashurisë hyjnore. Në këtë kuptim, ndihma ndaj të varfërve shndrohet në një adhurim të madh, që lidh dashurinë për njerëzit me dashurinë për Allahun. Prandaj, tema e ditës së sotme nuk është vetëm një çështje sociale apo morale, por është një mision shpirtëror me vlerë të jashtëzakonshme në fenë e pastër islame. Duke u mbështetur në mësimet e Kuranit, të profetit dhe ehlibetit të tij, kuptojmë se të largosh varfërinë dhe nevojën nga jeta e të tjerëve është një nga rrugët më të sigurta për të fituar kënaqësinë dhe dashurinë e Allahut të plotfuqishëm. Të nderuar dëgjues dhe shikues, dhe ju ftoja të ndiqnim së bashku tashmë surën e përzgjedhur për ditën e sotme, e cila është surja 93 e Kuranit famuljar, surja Duha. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Betohem në shkëlqimin e paradites dhe në natën kur terret e qetësohet, se Zoti yt nuk të ka braktisur e as nuk të uren në Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Natyrisht, jeta e ardhshme për ty është më e mirë se kjo jetë. E sigurisht që Zoti yt do të jap ty sa të jesh i kënaqur. A nuk ishe jetim e ai të dha streh? A nuk të gjeti të paditur për islamin e të udhëzoi? A nuk ishe nevojtarit të bëri të mos ja kesh nevojën askujt? Prandaj, mos e shtyp jetimin, lypësin mos e largo me ashpërsi dhe shpalli mirësitë e Zotit tënd.
Të nderuar dëgjues dhe shikues, ndihma ndaj të varfërve nuk është thjesht një akt bamirësie. Ajo është një shërim i thellë për zemrën, një pastrim i shpirtit dhe një rrugë drejt kënaqësisë së Allahut. Në Islam, bamirësia zë një vend të shenjtë, sepse lidh drejt për së drejti adhurimin e Allahut me shërbimin ndaj krijesave të tij. Zemra e njeriut shpesh ngurtësohet nga egoizmi, lakmia dhe dashuria e tepruar për këtë dynja. Por kur ajo hapet për të ndihmuar të varfrit, ajo fillon ngadalë të zbutet, të ndriçohet dhe të shërohet nga sëmundjet e ndryshme të shpirtit. Allahu i madhëruar e ka bërë dhënien dhe ndihmën një nga shkallët dhe shtyllat më të forta të moralit dhe të besimit islam, duke e përmendur atë në shumë ajete të Kuranit, siç pam edhe në surën e përzgjedhur për ditën e sotme në surën Duha. Ajo përshkruan bamirësinë jo thjesht si një akt human, por si një investim hynor me shpërblim të shumëfishuar. Allahu thot: Bismillahirrahmanirrahim. Shembulli i atyre që shpenzojnë pasurinë e tyre në rrugën e Allahut është si shembulli i një kokre që mbin 7 kallinj dhe në çdo kallinj janë nga 100 kokra. Allahu ja shumëfishon kujt të doj. Ajeti 261 i surës Bekara. Ky ajet përdor një metaforë shumë të mrekullueshme. Pra një kokër e vogël që në dukje nuk ka një peshë të madhe, shndrohet në një kokër dhe një korrje e bollshme më vonë. Po kështu, një sadaka e vogël që t'i bën sot, një ndihmë e thjeshtë për një person që ka nevojë, një dorë e zgjatur me sinqeritet, mund të shndrohet tek Allahu me shpërblime të pafundme për ty. Në logjikën e dynjas, njeriu mendon se duke dhënë humbet, por sipas Kuranit famullar, ai që dhuron i shtohet furnizimi dhe i shumëfishohet ai. Ky ajet na mëson se vlera e bamirësisë nuk matet me sasinë, por me sinqeritetin, qëllimin dhe pastërtinë e zemrës. Edhe një ndihmë e vogël, nëse jepet për hir të Allahut, mund të bëhet burim drite, bereqeti dhe shpëtimi për dhënësin. Allahu e shumëfishon shpërblimin jo vetëm në botën tjetër, por shpesh edhe në këtë botë, duke i hapur dyer furnizimi, duke i pastruar zemrën dhe duke i dhënë qetësi shpirtërore dhe mendore personit në këtë botë. Për më tepër, ky ajet, pra ajeti 261 i surës Bekara, na mëson një të vërtet shumë të domosdoshme. Ajo që japin, kurse si nuk humbet, sepse ajo ruhet, rritet dhe na kthehet në forma të ndryshme tek ne. Mund të kthehet në formën më të bukur si mëshirë, si dritë në zemër, si falje e mëkateve dhe si ngritje në shkallët e afërsisë me Allahun. Bamirësia bëhet kështu një urë mes dynjas dhe ahiretit, mes pasurisë së përkohshme dhe pasurisë së përjetshme. Në thelb, ky ajet shndron aktin e dhënjes në një farë të shenjtë, se sa më shumë ta mbjell njeriu këtë me besim dhe me dashuri për Allahun, aq më e bollshme do të jetë korrja e tij në botën tjetër. Dhe kështu, çdo ndihmë e dhënë nuk është vetëm një vepër e mirë, por një mbjellje drite për jetën e përjetshme. Në një tjetër ajet madhështor, Allahu i madhëruar na zbulon një sekret të thellë të mirësisë së vërtetë, duke thënë: Bismillahirrahmanirrahim. Nuk do të arrini mirësinë e plot derisa të shpenzoni nga ajo që e doni. Ajeti 92 i surës Al Imran. Ky ajet, të nderuar dëgjues dhe shikues, na mëson se mirësia nuk matet me tepricën, por me sakrificën që t'i jep në këtë rrugë. Zoti i madhëruar na urdhëron që ne të japim, sepse zemra nuk shërohet duke dhënë atë që nuk na kushton asgjë, por ajo shërohet kur njeriu ndahet nga ajo që ai do më së shumti, kur e thyen lidhje me pasurinë për hir të Allahut dhe për lehtësimin e dhimbjes për të tjerëve sakrifikohen atë që do më shumë. Pikërisht, në këtë akt, sakrifise që bën njeriu, zemra pastrohet nga kooperacia, nga ashpërsia dhe zbutet më pas dhe ndriçohet me dritën e mëshirës hynore. Sa më e dashur të jetë ajo që jepet, aq më i thellë është edhe shpërblimi dhe shumëfishimi i veprës tënde. Këtë parim kuranor e përforcon dhe mësimi i profetit Muhammed, i cili e lidh vlerën e njeriut drejt për së drejti me dobinë që ai u sjell të tjerëve. Profeti thot: njeriu më i dashur tek Allahu është ai
që është më i dobishëm për njerëzit. Ky hadith na mëson se madhështia e njeriut nuk qëndron në pasurinë që zotëron, as në famën apo statusin e tij, por në ndikimin pozitiv që ai ka në jetën e të tjerëve, veçanërisht atyre që janë të dobët, të varfër dhe kërkojnë shumë nevojë nga ne. Sa më shumë që njeriu bëhet burim lehtësimi, shpresë dhe dinjiteti për njerëzit, aq më shumë rritet dhe vlera e tij tek Zoti i gjithësisë. Duke e çuar dhe më tej këtë kuptim, profeti Muhammed na tregon se bamirësia nuk është vetëm një shërbim ndaj njerëzve, por edhe një mburoj ndaj ndëshkimit hyjnor. Allahu thot, profeti thot, sadakaja e shuan zemërimin e Allahut dhe largon vdekjen e keqe. Kjo fjalë profetike zbulon një dimension të thellë metafizik të bamirësisë, se sadakaja nuk shëron vetëm plagët e shoqërisë, por edhe plagët e shpirtit tonë. Ajo bëhet shkak për falje, mbrojtje dhe mëshirë, dhe një mënyrë për të pastruar zemrën nga mëkatet, neglizhencën dhe nga forcësia shpirtërore. Në këtë mënyrë, ndihma ndaj të varfërve shndrohet në një akt adhurimi që mbron jetën dhe bekon fundin e njeriut. Këto mësime të profetit pasqyrohen në mënyrë të fuqishme edhe në fjalët e Ehli Bejtit paqja qoftë mbi ta, të cilat e kanë thelluar më tej filozofinë islame të drejtësisë sociale. Imam Aliu paqja qoftë mbi të ka thënë: Allahu i ka bërë të varfrit ortak në pasurinë e të pasurve. Nëse ata vuajnë, kjo është për shkak të kooperacisë së të pasurit. Kjo thënie e fuqishme e shndron ndihmën nga një akt vullnetar në një përgjegjësi të madhe morale dhe shoqërore. Varfëria sipas këtij këndvështrimi nuk është thjesht fat i ardhur për atë person, por pasojë e padrejtësive, e egoizmit dhe mungesës së solidaritetit. Kështu pra, ndihma ndaj të varfërve bëhet një formë drejtësie dhe një mënyrë për të rikthyer ekuilibrin në shoqëri. Nga një thënie tjetër e Imam Aliut, i cili e zhvendos konceptin e pasurisë nga grumbullimi në dhënje, teksa thotë: më e bukura nga pasuritë është ajo që shpenzohet për të tjerat. Kjo na mëson se pasuria e vërtet nuk është ajo që ruhet në arka apo në llogari bankare, por ajo që shndrohet në buzëqeshje, në ushqim për të uriturit, në streh për të përmbrojturit, dhe shpresë për zemrat e thyera. Vetëm ajo pasuri që ndahet, atëherë merr kuptim të përjetshëm dhe shumëfishohen veprat tona në gjëra më të mira. Dhe duke mbyllur këtë zinxhir kuptimor, Imam Sadiku paqja qoftë mbi të, e përshkruan sadakan si një shërim të drejti për shpirtin, teksa thotë: sadakaja është ilaç për smundjet e zemrës dhe mburoj nga fatkeqësitë. Në kjo thënie i bashkon të gjitha mësimet e mëparshme në një përfundim të qartë se ndihma ndaj të varfërve shëron zemrën nga kooperacia, zilia, egoizmi dhe ngurtësia, e pastron shpirtin nga varësia ndaj dynjas dhe forcon lidhje me Allahun dhe me njerëzit. Sadakaja bëhet kështu një terapi shpirtërore, një pastrim moral dhe një dritë që ndriçon rrugën e njeriut në këtë botë dhe në botën tjetër. Në këtë mënyrë, ajetet kuranore, fjalët e profetit dhe mësimet e Ehli Bejtit, të gjitha së bashku bashkohen në një moral të vetëm dhe një mesazh për të gjithë njerëzimin, dhe ai mesazh është aq i fuqishëm teksa thotë: duke ndihmuar të varfrit, ne jo vetëm që shërojmë plagët e shpirtit ton, por shërojmë dhe plagët e shoqërisë dhe shërojmë të gjithë zemrat tona kudo qofshim. Kjo vetë madhështore ka dhe një rëndësi të thellë shoqërore njëkohësisht, për te dimensionit të saj moral. Dhënia e ndihmës ndaj të varfërve është një shtyllë e domosdoshme për stabilitetin dhe shëndetin e një shoqërie, sepse zvoglon pabarazit ekonomike, forcon frymën e solidaritetit dhe krijon një ndjenjë të fortë përgjegjësie kolektive. Një shoqëri që nuk i harron të dobtit, është një shoqëri shumë e drejtë, një shoqëri e balancuar, një shoqëri e mbrojtur nga krizat morale, sociale dhe ato njerëzore. Kur të pasurit ndihmojnë të varfrit, ndërtohet një urë besimi, një urë dashurie, një urë mirëkuptimi mes shtresave të ndryshme të shoqërisë. Ky bashkëpunim ul tensionet, ul ndasit, parandalon urrëtitjen dhe nxit një klim paqeje e bashkëjetese dhe uniteti mes të gjithë shoqërisë. Përkundrazi, nëse nuk ndodh kjo, varfëria e lëm pasdore mund të çojë në dëshpërim, në krime dhe ndarje shoqërore,
dhe prishje të harmonisë së shoqërisë. Ndërsa bamirësia sjell shpresë për të varfrit, dinjitet për të nevojshmet dhe paqe për të gjithë komunitetin. Në këtë kuptim të nderuar dëgjues dhe shikues, ndihma ndaj të varfërve nuk është vetëm një shërim për zemrën tonë dhe aq, por është një ilaç për të gjithë shoqërinë. Ajo e mbron komunitetin nga shpërbërja morale, e forcon ndjenjën e drejtësisë sociale dhe ndërton shoqërinë mbi themelet e mëshirës, varësisë dhe të humanizmit. Dhe në mbyllje të emisionit për ditën e sotme, para se t'ju uroj xumat të begat dhe të Allahu t'ju ketë pranuar çdo veprën tuaj, të ndihmosh të varfrit të nderuar dëgjues dhe shikues, sidomos në këtë ditë, është vërtet të shërosh zemrën tënde, ta pastrosh nga sëmundjet e këqija, siç e përmendëm nga zilia, zemërgurësia e shumë të tjera, të çlirohesh nga egoizmi dhe të afrohesh sa më shumë Allahun xhaleshanhu. Në këtë ditë të begat, në ditën më të bukur të javës, në ditën e xuma, le të shtojmë sadakat, të shtojmë bamirësinë, të shtojmë pra veprat e mira, të cilat na mbushin ne si person dhe na bëjnë më të devotshëm në rrugën që kemi zgjedhur si besimtar musliman. Në këtë momentit të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatia e Allahut qofshin mbi ju. أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. O ju që besuat, kur bëhet thirrja për namaz, ditën e xumas, esni shpejt për aty ku përmendet Allahu, dëgjojini hutbën, falni namazin, e lini shitblerjen. Kjo është shumë më e dobishme për ju nëse jeni që e dini. أشهد أن